Selam aleikum Hoxh, a mund të na tregosh çka ndodh me atë trup që digjet në furrë në shtetet jo muslimane, si ringjallet? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Kuptohet për një hadithit profetit alayhis salam se çdo pjesë të trupit njeriut pra tretet, përveç një pjese e cila ndodhet në fundin e shtyllës kurrizore. Ajo nuk tretet. Prej saj do të ringjallen njerëzit ditën e gjykimit. Kështu që gjithë njerëzit do të ringjallen. Të gjithë do të dalin para Allahut lartësuar. Të gjithë do të japim llogari. Kush ka besu Allahun e lartësuar, kush ka vepruar vepra të mira, kush ka besu dhe ka pasu profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, gjen mirësi ditën e gjykimit. Ai i cili ka mohu, ka bo vepra të këqija, nuk ka dash me ditë për Zot, s'ka dash me ditë për profetin alayhis salam, këtë njeri e pret dënim botën tjetër, Allahu na rujt. Gjithë do të ringjallemi. Gjithë do dalim para Zotit gjithësisë.